Një tjetër vendim që besoj ja vlen të nënvizohet është miratimi i projektit për amnistim penale, një akt me ndikim drejt për drejt në funksionimin e sistemit tonë të drejtësisë penale, por dhe në frymën e kësaj drejtësie. Dhe ky projekt përfshin lirimin e menjëhershëm të 447 personave nga institucionet e vojtës dënimit, ulje dënimi për qindra persona të tjerë, amnistimin nga masat alternative të shërbimit të provës, si dhe pushimin e ndjekjes penale për vepra penale të lehta. Është një vendim që përfaqëson përsëri një zgjedhje qartë politike. Ta orientojmë drejtësinë drejt veprave që paraqesin rrezik real për shoqërinë dhe të shmangim përdorimin disproporcional të forcës represive të shtetit përmes ndëshkimit penal për raste që nuk e justifikojnë përdorimin e forcës. Kjo natyrisht do të sjellë si pastaj efekt të vetin ansor, po shumë të rëndësishëm, edhe uljen e mbipopullimit në burgje, edhe uljen e kostove, por edhe rritjen e investimeve për të rritur cilësinë e jetës në institucionet tona penitenciare. Ligji është i qartë, ka kufi të mirë përcaktuar, nuk përfshin asnjë vepër të rëndë penale, krimet kundër jetës, dhunës, korrupsioni, krimi organizuar janë të përjashtuara nga amnistia, dhe në ndërkohë është një hap konkret që do të pasohet nga tjerë në raport me idenë totalisht të keq shfrytzuar dhe të keq përdorur të paraburgimit. Paraburgimi është një plag në Shqipëri, një plag e evidentuar më së miri dhe më së qarti nga Komiteti për Parandalimin e Torturës i Këshillit të Evropës, një plag me të cilën përballet çdo ditë shoqëria, dhe ne jemi të vendosur që do të ndërhyjmë për ta shëruar këtë plag me masa të tjera, me ato që e kam quajtur reflektimi i madh dhe për cilin po punojmë me një sër partnerësh shumë të rëndësishëm europian, për të bërë ndërhyrje të dhura dhe pa humbur shumë kohë.